Kjo është e kurtit që po marrë një fjalë të tij që nëse ne nuk ecim me të njëjtën hap poshtë, edhe Aladi që nuk na ndjek. Po, që aty është puna. Nëse ecim, na ndjekin. Nëse nuk ecim, stagnojmë, ata na shkelin. Është thonje vizionare. Kjo është ajo që thot edhe ai, por pra me atë që unë kuptova është që këtyre borive të non-gratave të listës së zezë e të sanksioneve, po ju fryn opozita në pamundësi të mbështetjes si qytetarëve, po më thoni. Ky është, domethënë, përveç atij gabimit kryesor, që nuk e kanë përkrahur qeverinë në raport me Serbinë, gabim tjetër i opozitës, e cila ja ushtyn mundësinë e tyre që të marrin pushtetet edhe për një kohë shumë gjatë, është se ata nuk e bazojnë forcën e tyre apo aktivitetin e tyre në popull. Ata e bazojnë më shumë çka thonë ndërkombëtarët, me hyn qef tjerëve. A kupton? Se ata mendojnë se vjen Grenelli dhe voton në Kosovë për më dhënë votën aty në Mubos, se një fjalë Grenellit në cilën ai për shembull në mënyrë se një tjetër e kritikon Kurtin, po shkoj ka tash populli jon që ka çaj budall, sa me votu për hatët Grenellit me votu opozitën. Ata nuk kanë bo asgjë që të ofrohen me popullin, me njerëz të pavarur siç jam unë, a kupton? Që jam i hapur. Tash unë në këtë moment po e përkraj edhe unë, jo vetëm unë, po komplet liga qytetare shqiptare amerikane, në krye me Gjo Diogardin edhe Shirley Closh Diogardin, ne e përkrajmë Kurtin për shkak të saj politike, e cila po tregohet çdo ditë e më e suksesshme. Këta është i mirë ai politikan që ta përfundoj thonë këta, është i mirë ai politikan që ardhmërinë e vet si politikan e sheh në përkrahjen tuaj, e jo në përkrahjen të popullit vet. Po me Shqipërinë si shikoni raportet e Shtetet Bashkuara, se kryeministri jon Rama pra bëri ca shaka, ndoshta pa krip, andej nuk e di si mund të kenë ndikuar në raportet mes dy vendeve. Ne ambasador nuk kemi këtu. Nuk ka asnjë kontroll, është ngarkuar me punë. Por edhe Shqipëri prej disa vitesh nuk kemi përfaqësues nivelit ambasadorëve. Pra duket sikur ka një tërheqje edhe në deklaratat publike pas zhvillime politike apo nga drejtësia, pra i kanë ndjekur në distancë, kanë dhënë një mbështetje, pra i vetmi institucion që përfaqëson Shqipërinë me atë që kemi parë nga këtej është SPAK-u në raport me SBA-n, pra prokuria e posaçme. Jo në nivel politik, ju si shihni? Unë e shoh kështu. Unë mendoj se kryeministri Rama ka shumë gabime. Gabimet më të mëdha i ka në raport me Kosovën, po tash kjo tema është pak më ndryshe. Për Shqipëri, politika amerikane është gjithmonë mos me kriju problem në shtet ku sado kudo ka një farë qetësie. I toleron edhe diktatorët një kohë, a kupton? Stabilokracia. Po, sepse nuk ka kohë të merret me ato punë. E ka zgjedh populli, mënyrën që i ka zgjedh, na mendojmë se ka me dallavere, po nejse, është zgjedh. Tashti, këta unë mendoj se me gjitha që ka edhe afera me Gonigal. To janë gjitha sikur mbyll ajo. Jo, nuk u mbyll, për atë u mbyll çështja e Shqipërisë është tash në gjykim. Tash ka filluar. Jo, nuk u mbyll se dosja për Shqipërinë është akoma në gjykim tani, pra e me Gonigalit. Unë bazë sa kam lexuar para 3 ditësh e pas dikun, lexova, unë jam 100% i sigurt, po çështja kur o dënua ai është dënuar për diçka tjetër. Për një aferë tjetër që s'ka lidhje me Shqipërinë. Kjo Shqipërisë është në gjykim ende. Ne. Afera me Gonigal, edhe kjo që shakaja e Ramës ka qenë shumë e pakërt, me ta thonë drejtën. Sikur të kishte qenë presidenti Trump prezent, në atë moment kur ai e tha shaka, ndoshta edhe kish kalu si shaka e mirë, po pa prezencën e tij e kanë nënçmu presidentin Trump. Edhe unë mendoj se presidenti Trump ka një farë qetësie e nuk del, po përbes nuk ja harron Edi Ramës. Kam i kushtu ajo batutë e tij. Kam i kushtu besom. Është hakmarrës po thoni? Do të thotë po, patjetër do të është hakmarrës. Po, në avantazhon pak fakti që ndryshe nga Serbia ku Kushneri u tërhoq pas protestave, situatës atje, sanksioneve për Vučićin, në Shqipëri akoma është në rrugë e sipër investimin e Sazan nga dhëndri i Trumpit. E favorizon kjo në aspektin personal?
mundet me favorizu, po unë po ta them një gjë për presidentin Trump. Ai nuk i jep pasporë për askën në botë. A kupton? Normalisht që për Amerikën e ka shtetin që udhëheq, që do të më dalë sa më mirë. Edhe shqyqanja interesin personal, as mërzitet, as për Grenella, as për djemti, as për vajzat tinej, kur vje puna e gjanave të mëdhaja, a i vendos ashtu që shdo në vetë. Unë kjo është mendimi imi, a kuptan. Prandaj, unë mendoj se Edi Rama për shumë arsye e ka numrume edhe Vučići kanë numrume. Ata s'kan punu mirë, nuk o ka punon mirë, ka shumë afera tjera, korruptive, cilat kanë me dalë gradualisht. I poshe edhe me këto balukun, me këtu. Ajo është kam bro, dhe që tash është tu i sakrifiku tjerë, ashtu, po unë nuk mendoj si ka me përfundu keq. Kjo është mendimi mimi edhe dëshire ime. Por kjo përfundimi keq mund të vinë nga i dorë në një moment pra direkt nga atij apo nëpërmjet spakut këtu. Si shikoni? Kombinim. Jo, më shumë nëpërmjet spakut. Pra nëpërmjet mbështetjes për spakun mund ta godasin. Po. Çashtu. Ashtu po mendoj unë. Po deklarata se e ngarkuara me punë, por edhe në ditën e urimit për pavarësinë, mesazhet që erdhën nga andej për te oqeanit na kujtuan në ditë feste kartelet. Nuk besoj se ishte rasti dhe kjo, për të luftuar kartelet. Jo, nuk është rasti, asajo. Jo. Është dëgjo, Amerika punon nga dalë. Të ja ke pa dhe kriminalet këtu kur ti ndjek, kriminali vepron me 1 muaj, 2 muaj, 1 vjet, 2 deti mbledhen gjitha, edhe momentalisht i qesin, bum edhe e eliminojnë. Po Një kryeministër në detyrë, ka ndodhur që mundet kënë marrë masa? Sepse në detyrë, po flasim për shtete, antarë të NATO-s, të dy. Për cilën kryeministër e ki fjallën në detyrë? Ka fjallën për Ramën, që ju tha që ai nuk e harron, por po flasim për kryeministër që është në detyrë. Po, ndëgja, ai është në detyrë, po nëse zbulohen, nëse qiten fakte, që janë aq të forta, nuk asnjë kryeministër nuk mundet me i përballu. A kupton? Edhe sidomos nëse vin nga Amerika. Po këtu ka flasim për fakte. Zotja Rishkaj, po për kjo çështje e llotarisë amerikane që e pezulloi Trumpin, a prek edhe ne besoj. Sepse ky ishte një goditje edhe për ne. Po, i prek gjithë. I prek gjithë, po unë mendoj se aty mundet me pas ndryshime. A kupton? Trumpi ndryshon mendjen mbas situatës. Ajo ishte e para ndodhi për shkak të aktit terrorist që ndodhi në Washington. Se në Shqipëri janë çdo vit që janë me qindra mijëra që aplikojnë, si vjet nuk ishin, ndërkohë që erdhi tani lajmi që janë pezulluar. Pra, shumë që mbajnë shpresën për të kaluar andej. Unë mendoj se aty që është Trumpi bën një vendim për gjithë. A kupton? Atër mund gradualisht me klasifiku shtetet cilat duhet bllokohen e ato që nuk duhet bllokohen. Se Amerika nuk mundet spaku, dëgjo, imigracionin ilegal o ka lufton me mishë me shpirt, ato ka kërkon edhe populli amerikan. Mirë po, Amerika nuk mundet me jetu pa një imigrim real normal. Është ndërtuar nga imigrantët. Është e krijuar nga imigrantët dhe i duhet që të vazhdoj ky shtet ta ketë atë vlerën që e ka i krijuar nga imigrant dhe i sjell brenda njerëzit tash më kvalitativ. A kupton? Domethënë prej shteteve që ka interes më shumë. Unë mendoj se ka me kthy këto. Po tash kur nuk muj me ditë, po do ta kthen, do të bën klasifikim mes shteteve të cilat merren me terrorizëm edhe të cilat nuk merren me terrorizëm. Edhe do ta bën një farë asnjë ndryshimi. Zotja Rishka, edhe diçka të fundit fare kam për ta mbyllur me deklaratën në komunitetin për Europën në Kongresin e Senatin Amerikan të pak ditëve më parë që u ngrit edhe një lloj alarmi që nëse do ketë një goditje nga Rusia, Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Kosova, këta do jenë në radhë të parë që do goditen aleatët në rast rreziku, janë shinjesër të Rusisë. Ndërkohë që kishim dhe doktrinën e re të miratuar për sigurinë kombëtare nga Shtetet e Bashkuara. Si shikoni kombinuara këto? Pra, ajo se Trumpi duket ka goditur Bashkimin Evropian, po jo Europën tërësi dhe Ballkanin.
Trumpi në mënyrë me drejt e ka godit Bashkinë Evropiane, për arsye se ata ishin mësuar që barën për gjitha për mbrojtjen e Evropës t'ia lojnë komplet Amerikës. Ky ka kërku që dhe ata t'jenë pjesë edhe asaj bare, edhe me investime, do më thonë me blerje armës, me 3%, me ato, e gradualisht ata jenë ka shkojnë në drejtim. Unë mendoj se ka pas nevojë për një leksion Evropa. Mirë po, me këtë ligjin në Ballkan, Trumpi, edhe administrata Trump, edhe Amerika, e ka tregu se nuk mendon të tërhiqet nga Evropa, sepse Ballkani është pjesë e Evropës. Edhe aty e sheh rrezikun që mundes diçka e re. Te porta lufte. Lufta në Ukrainë është ka vazhdon. A kupton? Ky është një front. Mirë po, synimi i Rusisë është me qenë fronte tjera, edhe këta e mendojnë se nëpërmjet Serbisë Rusia shansën më të mirë në ka që të qelë një problem ose një front të ri kundra i NATO-s dhe kundra i prendimit është Ballkani. Prandaj ky koncentrim edhe ky interes i shtuar i udhëheqësve amerikanë, liderëve dhe atyre që e kanë përpiluar ligjin, është që Ballkani të kushtohet të rëndësi e posaçme që mos t'i lejohet Rusisë nëpërmjet Serbisë ta trazojë Ballkanin e të fillojë konflikt të ri. Zoti Aliçkaj, unë të falenderoj shumë për zbërthimin e këtyre çështjeve politike dhe të sigurisë, edhe me lajmet e mira nga Shtetet e Bashkuara. Ti jam mirënjohës shumë për kohën dhe për mendimet tuaja që ndat me publikun tonë. Faleminderit për teje, unë mendoj se gjitha këto lajme plus edhe lajmi i njohjes Kosovës nga Bahamas e pastaj më e mirë e vitit, ajo ishte shqyqy që po rikthehen njohjet. Janë gjitha lajme shumë të mira, edhe gjitha shkojnë në favor të asaj që shpresoj që populli i Kosovës e zgjedh për vazhdim të mandatit kryeministrin Kurti, sepse vazhdon kjo politikë që është në drejtim duhur. Uroj ta të kalojnë të krizë me zgjedhjet e fundit. Të falenderoj shumë. Kem nevojë për atë, për qetësi, për rregull dhe për punë. Mirupafshim, faleminderit. Faleminderit shumë.